ka edhe Albin Kurti, do duhej të gëzoheshin këtij përfaqësimi që i ka bë Vjosa Osmani në arenën ndërkombëtare. Nëse ka qenë kjo, atëherë më vjen keq. Unë mendoj që Vjosa Osmani ka bën derë këtij shtetit me mandatin e saj. A ju ka folur Vjosa Osmani për thyrjet mes saj dhe Donikës e Albin Kurtit? Ku ishte qarja mes tyre? Pa ka rëndësi kjo në thyrjet. Ne duhet flasim qytetari duhet me ditë ajo në interesat ngushta apo për çështje madhore. Absolutisht. Sepse keni qenë bashkë, keni qenë në kryetari guxos. Nuk ka të bëjë kjo me çështje personale. Këto, domethënë, opinion. Çështjet personale janë çështje personale. Ne mund të jemi prap me një tavolinë edhe takome pa kurfar problemi. Është çështje politike kjo. Dhe mendoj që për këtë çështje ndoshta më mirë të ndoshta në një intervistë tjetër do ta japin versionet unë do të jap versionin tim. Po versionin e nën kryetarit të Guxos për një kohë gjatë. Sepse unë mendoj që projekti Guxo është dëmtuar shumë, ose më stan u shumë, ose u shu gati krejt. Edhe nga mos udhëheqja mirë, duke përfshi edhe imja si nën kryetar po edhe kryetare. Sepse unë e di çysh ka formuar Guxo dhe çysh u formua Guxo. Unë e di që në çdo takim njerëz nuk e kanë pa Vjosën si se Vjosa absolutisht në asnjë takim nuk kanë ardhur, po e kanë pa hijen e Vjosës në ato takime të Guxos. Njerëz kanë ardhur në Guxo sepse kanë besuar që Vjosa është aty. Nuk ka Guxo nëse nuk ka Vjosë. Mund të ketë një parti tjetër. Si Donik ka që i rreshtohet krah Albin Kurtit dhe jo krah Vjosa Osmanit? Unë e di që Donika ka karakter të fortë, është një grua shumë e ndershme, e ka vizionin e vetë që do me hecë përpara. Unë mendoj që asaj i ka pëlqyer dhe vazhdon të i pëlqej çësia e kryeministit Kurti, që unë nuk e akuzoj për ato, sepse edhe mu ndoshta një kohë më ka pëlqyer çësia e zotit Kurti, po flas vetëm për këtë moment politik të zgjedhjes së presidentit, s'po tham për momente tjera, se dikush i kishit do video që e kum livdu Albin Kurtin. Edhe Dejonën kishtu, e kum livdu edhe menoj që Albin Kurti, se e kum thonë në intervistë, po, Albin Kurti është njëri ndër politikanët më inteligjent. E kum thonë dhe në intervistë, edhe thash maqetën, e kum thonë, por nuk po mjafton më konë veç inteligjent, po duhet më konë edhe i aftë me punu, me kretë, edhe ka pak me lëshupe. Se mos është pe mes nesh në dëmton. Edhe Dejona ke thonë që është e dashur. Po, do më thonë absolutisht mu mas shumë të imbrengos pse e sulmojnë Dejonën, veç pse është e Shqipnisë. Të lutem. Do më thonë, ti shkon